Duhet ta shijosh jetën, absolutisht duhet ta shijosh, sepse humbja e saj është, nuk e di çfarë është, edhe sigurisht unë kam qenë shumë afër, kam humbur motrën para pak kohësh, edhe kam qenë shumë afër këtyre proceseve. Por dua sepse ajo e donte shumë jetën, edhe dua ta vazhdoj atë. Unë jam pak si natyrë pesimiste kështu në thelbin tim. Por kur kam parë atë se si e donte jetën edhe sa fort luftoi për jetën, shumë fort, 4 vite, një luftë e jashtëzakonshme, ku i gjente forcën për ta jetuar, them edhe unë që s'kam asgjë nuk e jetoj, edhe dëshpërohem, pse? Kur kaq e shkurtër është një segment, është një stacion, kemi marrë trenin edhe dikush do zbresi këtu, një tjetër do zbresi atje. Të gjithë kanë një destinacion final. Ai është i njëjtë për të gjithë. Por besoj që vdekja është jetë, është proces jetësor. Është pjesë e jetës. Dhe nuk i shmangemi dot. Jo, po për sa kohë jemi këtu. Është kontrata e parë, ne nënshkruajmë që kur jemi të pavetëdijshëm në koshiencë, por në subkoshiencë po. Besoj. Të pa artikuluar, se artikulon dot ti rritesh dhe hap pas hapi ti artikulon dhimbjen, artikulon gjithçka me radhë. E di që për ty është e vështirë, se të ka humbur një nga njerëzit më të dashur për ty. Po si e merr veten njeriu sërish, si rifillon, i rikthehet për ditëshmërisë, ndoshta edhe me më shumë forcë pas humbjes së një personi të dashur. E rigjen, prandaj thash dashuria. Dashuria jo vetëm në një kontekst siç ne përdorim zakonisht në zhargon, po dashuria për jetën, për gjithçka. Duhet të vlerësosh gjithçka në jetë që ti marrësh më të mirën edhe pastaj të them që jetova kaq. Kaq ishte. Të kesh diçka për të treguar. Është shumë e vështirë, domethënë gjëja më e vështirë, Zot mos na sprovo për mëtutje. Njerëzit kanë kaluar edhe akoma më të vështira se unë etj, por që forca gjendet tek jeta, tek procesi të cilin ata njerëz që u larguan e lanë frymën e tyre këtu tek ne. Pra fryma e motrës time, prindërve të mi është bërë ajër dhe është në mua. Dhe unë jetoj me frymën e tyre, kështu që unë duhet jetoj edhe për ta. Ke një mision të dyfishtesh, ma? Po. Është e vështirë të flasësh për tema të tilla, kështu që e vlerësoj shumë që ju përgjigje pyetjes time. Dhe le të shkojmë pak tek fillimet. Fillimet e karrierës. Prap në fillim? Po, prap në fillim do kthehemi. Jo tek kur zgjodhe aktrimin, po kur bëre atë rolin e famshëm që besoj të kanë ndjekur gjithë jetën. Vazhdon ja edhe ti po më për ndjek. Unë ti dhe Kassandra. Shumë e re në moshën atë kohë, në një botë që jetonte mes paragjykimesh, dhe në fakt atë skenën e famshme nuk e ke bërë ti, apo jo? Jo. Po njerëzit nuk e morën vesh kurrë këtë dhe nuk e besuan. Kush do, e merr vesh, kush do, se merr vesh është çështja e tyre. Ai film në fakt është fillimi i karrierës time dhe sigurisht dikur nuk kam qenë krenare, sepse më kanë lodhur këto problemet paragjykuese të shoqërore më tepër. Por vërtet jam krenare sepse është bërë një punë e jashtëzakonshme në kushte ekstrem të vështira, gjë që sot nuk imagjinohen. Ne kemi xhiruar nga mëngjesi deri në darkë rrugëve të Tiranës në temperaturë 40 gradë Celsius, me një shishe ujë aty dhe nuk e di, kohë ekstrem të vështira, por dashuria, ja prap dolëm dhe dashuria për të bërë një punë dhe për ta dashur këtë profesion ka qenë shumë e madhe. Edhe prandaj bëhen, vetëm nga kjo. Sa e gjen realitetin e ditëve të sotme në realitetin e asaj kohe ku besoj patjetër u frymëzua edhe ai film. Për tematikën bëhet fjalë. Për tematikën, po. Tematika tashmë ka shtrirje më të madhe fatkeqësisht. Dhe prandaj ai film i reziston kohës. Unë dëgjoj edhe të rinj që më thonë e kam parë edhe
më ka pëlqyer edhe do të befasohem për shkak të viteve, them si duhet i pëlqej, pse duhet jetë kështu akoma. Në vitet tona ka qenë më e vështirë për hir të asaj gjëje që hynte dhe ishte totalisht e pakontrolluar se si ishte shpërndar keq, ku dëgjon, jo se tani është më mirë, në asnjë kohë është mirë ajo. Por Cassandra, se kështu i thosh. Cassandra faktikisht e malli, po. Dhe fatkeqësisht sot është bërë krejt normale. Kur në fillimet tona ishte diçka tragjike ndodhi dhe ne donim të reagonim fort ndaj këtij fenomeni shoqëror që po ndodhte se po I shkatronte të rinjt, tashmë është bërë gati e natyrshme, është kthyer në normalitet dhe është e frikshme. Pra nëse ti nuk e ke provuar, sot më duket se shifet sa turp. S'ke turp, se ke provuar akoma. Ja, kam qenë. Unë isha pjesëtare si s'ke kuriozitet. Unë të kem kuriozitet kur të shikoj ty duke u shtri për tokë, jo, zemër. Varet nga karakteri, mendoj, mendoj që varet nga karakteri, nuk e them në mënyrë absolute, sepse le që s'ka asgjë absolute, po. Jam kurioz, pse quhet Cassandra ajo? Sepse jepte efekte halucinante. Po, që ajo parashikonte. Jeta bukur, fusha me lule, diku aty. Cassandra e shkrejt ka vuajtur vetë, sepse parashikonte, thoshte që do ndodh kjo, do ndodh ajo, por në mënyrë metaforike parashikon rrëzimin tënd, greminën tënde. E bukur kjo. Kështu që në mënyrë metaforike qëndron fuqishëm edhe është shumë interesante. Unë ti dhe Cassandra futet një gjë në mes që shkatron gjithçka. E vërtet. Po të shkatroj ty vetveten, të tjerët pastaj çon si ka. E vërtet. Të tjerët do e kenë një vetë tjetër. Unë doja të pyesja dhe të kuptoja cili është roli që ti vet e vlerëson më shumë në gjithë diapazonin e roleve. Jo publiku, po ti vetë ndjen që se me këtë jam përmbushur, e kam realizuar më mirë apo të tjera. Përgjithsisht të gjitha rolet ty të pasurojnë, sepse të japin një gjë që ti nuk e ke provuar në jetë, apo edhe që në formulimin, apo që në zgjuarsinë se si e zgjidh ky personazh këtë situatë apo jo. Dhe ti pasurohesh hap pas hapi. Një kënaqësi të jashtëzakonshme kam marrë nga roli Nën Terezës. Një sfidë ekstreme, domethënë e pa imagjinueshme për mua, kur më shpropozua I rol, e kam refuzuar 3 herë, thosh ç'lidhje kam. Është madhe. Ekstreme madhe. Punën që kam bërë me atë rol ka qenë gati vetmohuese, 5 muaj kam punuar, një ndër punët më të gjata në kohë dhe që ka konsistuar konkretisht kur, pra çfarë duhet të gjeje nga figura e saj dhe ta përvetsoj? Duhet të gjeje botë kuptimin e saj. Sepse ti duhet kuptosh një botë që nuk na përket neve, se ne jemi shumë pragmatist. Merr jep gjërat kurse ajo kishte një botë krejt tjetër, duhet ta kuptosh atë botë që fillosh të arrish të shkosh që ajo thoshte unë nuk dua mos më përkëdhelni kur shkoj në San Francisco. Nëse unë fle butë në shterë, unë e kam të vështirë ta kuptoj atë që fle në tokë. Kjo është shumë thelbësore. Është vetmohuese, ti duhet ta adhurosh veten. Ku e gjeta unë të përbashkë këtë? Unë e gjeta vetëm mënyra se si unë e perceptoj profesionin. Unë dhurohem profesion. Nuk kam asnjë lloj, e shkarkoj, e derdh veten time të tërë atje. Pra me vetmohim. Aty e gjeta pikën e përbashkët, pra ti duhet ta duash fort një gjë që të dorëzohesh ashtu. Të bëhesh masë e lëngshme dhe të kalosh 3 etapa deri në sublimim. Sa e bukur. Sakrificat e një aktori për këtë dashuri të madhe që ka është janë vërtet vetmohuese në disa raste. Unë e besoj fort këtë. Një aktor apo qoftë një regjisor duhet të ketë vetmohim për të shkuar drejt asaj. Dritës atje në fund të tunelit që mos që nuk mungon asnjëherë. Rrezik mund të jetë edhe treni duhet zbuluar, se vjen të shtyp. Urojmë që jo. Që duhet jenë vigjilent gjatë gjithë kohës. Cila është kënga jote preferuar? Shumë kam. Njërën prit tani ta gjej, Po jotja Viola, sa ta gjej Rozi? E imja nuk e gjej dot për sot. Ja, shikon sa e vështirë. Është kollaj të bësh pyetje. Kam disa. Po mund të them House of Rising Sun, ndoshta.
E bukur është. Unë do them këtë Nightwish. Tonight till the lips. Nightwish. Kiss while your lips are still red. Yeah. Okej. E dëgjojmë edhe rikthehemi. Këtë e kam vënë për herë të parë në 2010 tek shfaqja Pse nuk rri për mëngjes. Ishte propozimi më i bukur që mund t'i bësh një femre. Hajde sonë mua. Pse nuk rri për mëngjes? Po pra, ka më bukur. Po. Pra do thotë që e ke kaluar natën. Hajde çuna, bëuni më poetik. E dëgjojmë edhe rikthehemi.